Deputetët e Partisë Socialiste, antarë të Komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, e konsiderojnë të gabuar dhe të papranueshëm vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë për të reduktuar shërbimet spitalore dhe numrin e shtretërve në QSUT. Sipas deputetes Klodiana Spahiu, ky vendim do të bjerë direkt në kurriz të pacientëve, pasi janë pikërisht ata që do të vuajnë pasojat e riorganizimit të qendrës spitalore, ku do të shkurtohen të paktën 200 shtretër. Spahiu thotë se në këtë qendër terciare niveli i shfrytëzimit të shtretërve është mjaft i lartë, rreth 80%, pasi ka fluks pacientësh nga rrethet, ndërkohë që ka spitale rajonale që shfrytëzimin e shtretërve e kanë 12%. Është e pajustifikueshme që të shkurtohet një numër shtretër spitalor në një spital, kur ne e dimë shumë mirë se cilat janë statistikat sot të shfrytëzimit të shtretërve spitalor në Shqipëri. Nga 32 spitale që janë të rretheve dhe rajonale, sipas statistikave, vetëm në 12 prej tyre shfrytëzimi i shtratit është 40%. Do jetë në kurriz të pacientëve, sepse do të shtohet ditë qëndrimi, do të shtohet koha e pritjes së një pacienti për të marrë një shërbim të domosdoshëm. Kjo nuk është zgjidhje, kjo është një armim, është një sajesë që do të vinte patjetër në këto kushte, me mundësitë që ka sot qendra spitalore universitare. Deputetja e Partisë Socialiste shprehet se është i papranueshëm vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për të shkryer shërbimet që nuk kanë shfrytëzim shtrati mbi 85%, pasi të gjithë janë përballur me situatën ku pacientët rrinë me ditë të tëra në radhë për të shtruar. Aq më tepër që kjo masë merret në kushtet kur ende nuk është përllogaritur kostoja e efektivitetit të shërbimeve në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Sipas deputetës së Majt, ky vendim nuk bën gjë tjetër veç se i çon pacientët drejt shërbimit jo publik. Ky vendim nuk është i drejtë, sepse e para nuk argumentohet, e dyta nuk kanë bërë një studim të mirëfillt për të thënë që shikon ne po shkurtojmë të shtetër sepse nuk shfrytëzohen, sepse s'është e vërtetë. Dhe këtë ta deklarojnë pacientët që presin me ditë të tëra për të shtruar në qendrën spitalore. Kjo logjik e shkurtimit të shtetërve spitalor është e pajustifikueshme me rritjen e shfrytëzimit të shtratit. Nëse ka faktorë të tjerë që detyrojnë struktura drejtuese të shkurtojnë shtretërit, është më mirë që të dalim hapur para pacientëve dhe të themi, po ne do të shkurtojmë, sepse ne nuk kemi mundësi të përballojmë këto shtretër. Por antarët e grupit socialist në Komisionin e Shëndetësisë bien dakord në një pikë me Ministrinë e Shëndetësisë, e konkretisht me ato të shkrirjes së disa shërbimeve që aktualisht nuk funksionojnë, apo që kanë një personel të pakët, duke i bashkuar në një shërbim. Ata pohojnë se është e drejtë që të riorganizohen disa shërbime që aktualisht nuk plotësojnë kriteret.